Tregon Ibn Hajar al-Asqalani, dietar për dietarët muslimanëve, thotë vdiqni hoç për hoxhallarëve të mëdhoj. Vdiqni hoç për hoxhallarëve të mëdhoj. Dhe pak para se me vdeku mbledhën hoxhallar, ti i than thuje shahadetin la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Thotë ju trash gjua, ju nxin ftira se në thojke. Ju trash gjua, ju nxin ftira se në thojke. Edhe vdiq. Çu ne tha shahadetin. Hoç, alim. Edhe u mbledhën hoxhallar, çka ndodhi? Tha, ky njeri folke keq për Imam Nevawiun, një dietar tjetër më herët, i cili Allahu gjela dënjar e sprovon alimin me do gabime që njerëzit e prisht mu kap këto gabime edhe mu shkatru që aty. Mu shkatru që aty. Imam Nevawi është dietari madhi muslimanëve, imami muslimanëve. S'ka shtëpi që si ka librat e Imam Nevawiut. Në dunja, libri më i përkthim në dunja. Dhe kjo hoxha ka thonë, që shlojnë sot njerëzit gjuhën. Pastaj Allahu e sprovon me diçka që ka s'di qish me largue. Pse? Men harab li walijen, kush ka prek në vlijat Allahit. A pështon? Allah i me thanë me laqeve, që këtë armik e kam. A pështon? Allahu në rujtë ja rabbal alamin. Allahu në lusim që Allahu mos të ban për armizve të tina, po në ban për mizve të tina. Mirë po si bëhet mitësia, me akuz, me rena, me dalavera, me dinakri, me dhelpëri, duke menu veç vetën tanë të mirë? Jo, po duke mendu mirë për muslimanët, duke mendu mirë për besimtarët, dhe duke mendu se besimtarë kanë mundësi mu përmirësue dhe mu bo matë mirë se sa gjendjen që ka e kanë.